Përshëndetje dhe mirë se vini në Çameko. Kam kënaqësinë edhe nderin që në këtë tryezë të bardhë diskutimi menjëherë nga Vjena ta sjell në një bisedë të ngrohtë, duke nisur nga 35 vjetori i krijimit të një ideale shumë të bukur që na mban ende bashk në të njëjtën tryezë. Sot zotin Petrit Begati Kasemi. Shumica prej nesh ju njohin si Petrit Kasemi, patjetër një ndër emrat më të njohur të krijimit të shoqatës Çamëria. Shoqata apo shoqëria nuk ka rëndësi, për mua mbetet ideali që i bashkonte ata njerëz bashk 35 vjet më parë në Tiranë, po pastaj kudo në rrethe. Në këtë 35 vjetor të shoqatës, dua t'ju falenderoj që vini nga Vjena për të rrëfyer tek një brez më i ri si unë, disa emocione që ndoshta janë të papërsëritshme, duke qenë se Shqipëria vinte nga një kohë tjetër, nga një kohë ku heshtja ishte shumë e madhe. Faleminderit shumë fillimisht që jeni pjesë e këtij podcasti. Do t'ju falenderoj unë juve që më ftuat. E kam pritur me kohë. Çuditërisht midis nesh ka heshtje, ka sklerozë, ka njerëz që pretendojnë se janë krye televizjes Çamërisë, harrojnë që si Petrit e të tjerë, që janë gurët e parë të themelit, janë gjallë. Dhe kam obligim detyrë që t'i ftojnë. Dhe të falenderoj nga zemra për këtë gjë, dhe më lejo të them mbrëm kur kam parë njoftimin në rrjetet sociale për një ftesë që bëhesh për të festuar 35 vjetorin të një shoqërie që për mua kisha kohë thosha ku është? Ç'bëhet? Shumë të minë edhe jashtë më pyesin, po ç'bëhet me këtë shoqëri Çamëria që keni krijuar? Ju nuk keni marrë një ftesë? Asnjëherë. Që ky Petriti ka qenë përfaqësuesi i Çamërisë në Ministrinë e Jashtme, ka mbuluar sektorin e Greqisë, një sektor nevralgjik për ne, me kontribute të mëdha, ku në korridorët e Ministrisë së Jashtme akoma thonë dhe sot, dhe këtë më ka thënë i zëvendësministri i jashtëm Çami, ka thënë që thuhet që janë të kohës Petritit. Atëherë si ka mundësi? Kjo shoqata inekzistente, si ka mundësi? Të them drejtë më dhëm shpirti dhe zemra. Edhe sikur të mos i kishim lexuar apo dëgjuar të gjitha këto histori, gjithsesi mbetet një dokument shumë i rëndësishëm, ai i themelimit të shoqërisë Çamëria. Unë mund mos ju kisha njohur më herët, po kam kënaqësinë që t'ju njoh. Këtu është ajo këtë fillim viti. Ma vështistonte që më bëre mua ftesën, sepse siç thash të natën e kam menduar, e thosha Petrit, si ka mundësi mos marrësh pjesë në atë që ke vënë një gur themeli, por nuk mund të bëhesh pjesë me dhimbje, po e them, me dhimbje në një fest që unë e quaj tragjike të heshtjes së madhe mbas këto 20 vjet e fundit ose 10 vjet e fundit. Megjithatë, një ndër emrat më të rëndësishëm të asaj liste në vitin 1991 ishit ju, po sigurisht me mbiemrin Petrit Kasemi. Do t'ju pyes më pas edhe për mbiemrin, po dua të mbetem tek pse që nuk ka fshehje identiteti, po ka rihabilitim të fuqishëm identiteti, do ta them këtë gjë që ka të bëjë edhe me tendencën e politikës shqiptare që do të fshehi toponominë shqiptare. Kam bërë një shkrim të fuqishëm në mjetet shqiptare në atë kohë. Pse po ndodh? Pse heshte? Ku ti shërben? Kur sot po të shikosh me rrjetet sociale kanë filluar nga arkiva, nga sepetet e mykura, na dalin flamuj para vore pirote ca terma të cilën kohën time kanë qenë të ndaluara ose ne i dënonim politikisht. Po. Tani lejohen. Megjithatë, ndoshta do kemi edhe një këshill edhe për minoritetin grek në fund, nga përvoja ime. Po dhe nga vojtet tona, mos bjen pre e disa gabimeve të historisë e gjërave. Pre të historisë, ndoshta u bën shqiptarët e Çamërisë, Çamët, u bën gjatë 50 viteve ku do duhej të heshnin në një farë mënyre, të flisnin për Çamërinë brenda shtëpisë së tyre, brenda çatisë së tyre, po si lindi në 1991-shin ky zjarr dashuri ideal
për të bërë bashk në një shoqatë? Si e mbani mend atë kohë? 45 vjet në shtëpitë tona ne ishim ushqyer nga prindit tanë me vojtjet, me gjëra, por dhe me një përkujdesit të jashtëzakonshme që nuk na ushqyen urrëtien, po e themi të gjithë çamat, ai pres. Që kishin prindë që kishin përjetuar genocidin. Nuk na ushqyen me urrëtie, por na i thanë të vërtetat që të bëheshim të fuqishëm edhe të këmbgulnim në të drejtat tona. Dhe këto mua më bën, si mua dhe gjithë brezin tim në atë kohë, më të moshuar dhe të rinj, që ne gjithë momentin të shpërthenim. Kështu që ne ishim grumbulluar gjithë kjo energji dhe mezi prisnim. Në fund të muajit nëntor, pa u themeluar pluralizmi dhe partia e parë demokratike, ashtu quajtur demokratike, është mendimi im personal, se kam një kontribut qëndit e para për të shpëruar demokracisë jo partisë, si pedagog që kam qenë në Institutin Lartë Bujqësor, me studentët e mi, dhe ku më është afruar biles edhe... Ishte lëvizja, jo partia. Ishte lëvizja dhe mu afruar edhe testra nga një Zaloshnja, mu afruar testra numër 2 e Partisë Demokratike në Institutin Bujqësor mas Reçepukës. E i thash, jo, ju lutem, jepja një dikuj tjetër. Se nuk do t'i këtë partit t'i ke kontribuar, t'i këtë firma, t'i ke për... Jo, thash, kanë kontribuar demokracinë, por unë i përkas diçka e tjetër që do t'a merr në vesh. Do më bashkantar partijeni tjetër? Jo. Po qa është? Do t'a merr në vesh shumë shpejt. Dhe, spuntua ishte që im vlla skulptori, me një kontribut të jashtëzakonshëm dhe ai, po e ka në hije, në heshtje, një aset i madh që nuk po më vjen në studio. Sepse ka studion e vet dhe më thot gjithmonë që ka një punë në dorë. Ai të bëjë vepra të tilla. Dhe kjo elitë çame nuk ja mori në konsiderat të bënte një muze historik në varrezat e po e degraduan. Dhe është po ky Ilmi, me atë modestinë e tij, që i ndjeri Ismail Kadare, e ka vlerësuar jashtë mase. Dhe është po ky kryeminist sot, që kur ka shkuar në Lezhë e kanë thirrur. E shikoni këtë, tha? Ky skulptor i fundit në Evropë. Ky është i madh. Këtë ja ka thënë Ismail Kadare. Ashtu. Të kalojmë te kjo, Ilmiu bashkë me Lutfi Saqen. Po. Unë po them hapim që bëm në grupi parë. 2 të rinj në atë kohë. Në atë kohë i thot, shpo bëni juve, po tronditet. Po bëni një shoqata, mendoni diçka. Edhe Ilmiu vinë më thot, unë sa po vjen nga Instituti Bujqësor më thot, kështu thot. O sa mirë, i thash. Nuk e kishim idenë se ishte akoma komunizmi në këmbë. Ishte akoma sigurimi në këmbë. Se si do të formulonim diçka, po dëshira ishte e madhe. I them, i vetmi person që mund të na udhëheqë, mund të na mbledhi është Abas Dojaka. E kisha dhe njeriu tim, djalë halle, por nuk ishte të bënte me këtë. Se sa e vlerësoja si një njëri me reputacion, njëri shkencëtar në atë fushë, që është shkruar. Po, që mund të jepte edhe një farë forme të gjithë ides. Dhe është njëri që çamris nuk e vim, kishte një filozofi rugoviane të them. Dhe vishemi dhe shkojmë te Abazi. I them, Abaz, a nuk do të fillo po shkundet vendi? A nuk mund të bëjmë dhe ne çamët tani erdhi dita të ngërim? Ua, tha, sot tha më kanë ardhur në zyrë, tha, 2 vëllezër Seko, Ferhat Seko dhe Emin Seko, profesori, të cilët po këtë më ka shtruar bashkë me të vëllain e tyre që kishin Myfyt Sekon. Por Myfyti nuk deshi, tha u largua, po këta të vëllezër insistojnë të bëjnë diçka bazë, të bëjnë diçka. Dhe nesër e kam lënë në zyrën time, hajdeni të bisedojmë. Edhe kështu filluam si do të vepronim tani. Të lëviznit. Të përhapej fjala pa diskutim. U krijua Partia Demokratike, ne vazhdonin të bënim përpjekje se si të grumbullonim njerëzit. Kthem nga puna, në datë 10, shofte reklamat një shpallje. Themelimi i shoqërisë Çamria. Të them të drejtën, u befasova, u gëzova, po dhe u trondita. Nuk dinim gjëne. Kush ishte? Nga po vinte. Edhe shkoj me njëra Abazit në shtëpi, i them, kështu. Digje? Jo, tha. Atëre shkoj, thash. Do të pyes unë. Dhe pyes që në familjen e Arshin Rexhës, grupi i dytë, ku ishim
një Remzi Sulla, Sali Bollat, e të tjerë, ishim ledhur dhe më duket dhe vlezrit Saqe, dhe kishim përpiluar këtë, edhe unë i them, gëzohem shumë, po du të dini se paralel jemi dy grupe. Jemi, po. Me të njëjtën ide. Në të njëjtën ide, idealizëm, dëshirë. A ka mundësi në atë listë të fillojmë të shkrihemi që tani? Po. Se një çamëri kemi. Po. Kemi porositë e Zotit Abbas, edhe ta lëm takimin nesër në Pallat Kulturës, se atje bëri shumë sipër te kafja, bënim shumë takime që bën. Dhe kështu filluam të unifikonim gjërat. Po, lëvizje. Dhe Studio Elmiut u bë zyra e parë e shoqërisë Çamëria. Ku mblodhët. Siç u bë te shtëpia e Elmi Saqes një herë, që mbanim ato bisedat tona, po te shtëpia tek Studio Elmiut ishte në krah të Akademisë së Arteve, nga anë e Gardës. Aty u hodhën disa piketa. Si do të vepronim, si do ta themelonim, si do të krijoshim ato njësitë tona. Dhe u hodh ideja që të krijosh dega Tiranës e para. Po. Pastaj degët në përrethë edhe kryesia e përgjithshme. Po simbolin. Po, simboli shumë i bukur. U bë shumë diskutim. Dikush thoshte Marko Boçarin. Po. Dikush thoshte Hasan Tasinin. Një djalë i shkrimtari patriot Andrea Varfit. Po. Gjim Varfi, që merresh me heraldikat. Ai shtroi një ide, tha, Hirën e Pirit. Të themi, tha, Hasan Tasinin Danit, se ju jeni komunitet me dy religione. Po. Pra, edhe muslimanët dhe ata, do mendojmë dhe për ata dhe për juve. Prandaj, të marrin simbol pirën e Pirit që e kanë lënë të parë atë dhe, e ta bëjmë se simbolion, se kanë lidhur në ledhës. Pra, të marrin pirën e Pirit, u gëzuam shumë. Dhe Elmiu bëri atës emblemën që është kontributi i Elmiut. Pastaj, Elmiu u fut artit vetë, problemet veta, dikush nuk e ftonte, edhe kështu, kaluam. Çfarë ndodhte me rrethet në këtë periudhë? Do të thotë, ju përhapnit lajmin, apo ishin familjet mes njëra tjetrave? U përhap lajmi dhe u quam emisar në përrethe. Për shembull në Elbasan më kanë çuar mua. Po. Takimi i parë është bërë në sallën, si quhet ajo, e punëtorëve, ka qenë një kinoklubi i madh, se kam tani parasysh emrin. Por kishit një lloj misioni për të shkuar në rrethet dhe për të zgjuar këtë dashuri dhe këtë idealizëm. Në Vlorë duket ka shkuar Tajipi, Resur Tajipi. E kanë shkuar në shumë gjëra. Dhe e para ishte organizimi dhe themelimi i degës Tiranës. Po. Ku me gjitha votat unanime më zgjodhen këtë djalosh pedagog të Institutit Lar Bujqësor Petriti. E përqafova me shumë kënaqësi, dhe kisha një staf jashtëzakonisht të mirë, burra patriot. Edhe thash, Petrit, tani do të bëjmë një organizim të nivelit tamam dinjitoz. Dëshira ishte, vullneti ishte, entuziazmi ishte, kudo që veni. Dhe krijuam degën e Tiranës, krijuam seksionet e ndryshme. Seksioni historisë vullnekie Demi. Seksionin e financës në gjatë Mërgjyshin që ishte dhe sekretari. Krijuam degën e kulturës që krijoi asambli, ishte bashkim Braho me Qani Biraqin dhe Margliçotin. Një tjetër për kulturën, besoj. Shumë nga këto seksione që do të udhëheqnin. Dhe na pritën shumë mirë, jashtë mase mirë. Atëre, më qelloi mua që të vete në Elbasan. Për sensibilizim, pastaj ata do të bënin organizimin e tyre. Them një emocion i jashtëzakonshëm në Elbasan. Elbasanli dhe Çamër. Bushu sallat, plot. Por ne ato s'kishim as kamera, as gjë që na filmonin, t'ia dëshmonim historisë me përjashtim një kamera që do ta them më vonë. Por unë prandaj u tras, këtu që ti dëshmojnë këto. Aty ishte pozicion shumë emocionus dhe u flas. Në atë pasionin tim. Dorë të kisin, prorisnin, gjitha. Madje, një çam më bëri jo provokim, po shprehu një dëshirë naive, që më vuri në pozitë vështirë. Tha, Enver Hoxha na ka marrë Florit, tha. Ç'do të bëhet me Florit tanë? Ç'ti thoshja në atë kohë?
Po. I thash, i dashur vëlla, ke shumë të drejtë, po ka flori më të madh se çamrin Ashtu është. që na kanë heshtur, na kanë bërë dhe sot ne pas kaq vete të dalim dhe themi që jemi gjallë, të marrim drejtat tonë çamrin, pa dhe asaj do t'i vi radha. Salla, unë ngrit në këmbë. Pra, solla në Kosovës nga këto kujtime dhe si puna ime në gjitha rrethet, u mobilizuan çamat. Dhe është bërë pastaj në mos ka në 17 mars, kemi bërë konferencën e parë. Aktiviteti vazhdonin. Po. Dhe do zgjidhesh kryesia e përgjithshme. Mblidhemi neve në Pallatin e Kulturës. 17 mars. Pra, Parafërsisht marse. Po ndalem në këto detaje, sepse kam vënë re që askush nuk kaq detaje të hollësishme të cilën nuk do të flen në memorien tonë dhe në si thua në historikun e shoqërisë Çamria, se bëjmë derë Patjetër. çështjes. Por mundohet se si këndë vështrimin e vet secili po shumë empirike. Prandaj vi sot në 35 vjetor të them fjalën time. Dhe mblidhemi në pallatin e të kulturës, në praninë e shumë partive, mandje dhe ai patrioti Hamdi Baleta, aty që ishte një mbështetës i flakt i çështjes. Aty kam testuar, kur mu dha fjalën sekretari i Tiranës, Po. pas sekretarit Abbas Dojaka, të mbaja fjalën, e ka botuar në libër. Aty ka shpreha gjithë atë emocionin, do thuash romantik ose emocional, historik gjitha, akuzën që i bëja regjimit të 45 vjet, ndërkohë që neve mësoni për gjunglat e Kambodgjës dhe as pak për çamrin ton, heshtje. A thua se ne nuk ishim shqiptar, a thua se ato nuk ishin troje shqiptare, a thua se ne nuk ishim flijuar për identitet shqiptar. Dhe Gjyshja ime ka pasur një batut shumë interesante, thonte mësonim për Titi Kakën, po për Çamrin jo. Edhe ishte shumë e trishta dëgjoje që 50 vite. Po. Siç më ka prekur dhe një në 97 kur po digjesh Berati. Po. Unë ndiqja nga jashtë, se u detyrova të kërkoja azil. Se më detyruan. Dhe një plak çame në kala e pyet gazetari. Moj nëni, thot, qa po ndodh, thot, ç'thua ti për këto? Dëgjoni, ajo më ka mbush me lot. Tha, mor birë, tha, nuk i kuptoj këta, tha. Ne lama atë vend, atë pikë vend, tha. Por nuk dogjëm as një shtëpi, as katandit të akmershin taj atyre, tha. Pse e djegi vetë-veten këta, tha, këtë nuk e kupton nana. Shumë e trishtë. Shumë filozofike. Të kthehemi ka një ngjarje madhe dhe nuk po e kuptoja tani që një salla u elektrizua. Është e filmuar, po ku do dalin ato filmime dhe u ngrit në këmbë tëra salla. Broritje, ulërima. Kupton? Unë dalëm, pati diskutime tjera nga rrethet, shumë të zjarta, shumë të mira, pra ishte kjo klim, kjo dëshire madhe jona, dhe kalu në fazën për të zgjidhur kryesin përgjithshme. Po. Këtu fillon edhe një anë erdhe jona, që do të thënë. Megjithatë debate ka gjithmonë në përzgjedhjen sepse për fat keq ishte papritur për ne. Po. Disa element hodhën disa shashka, të cilat zgjatën, populli priste dhe ne po. Megjithatë besoj që debatet ndonjëherë na bëjnë mirë sepse na përmirësojnë dhe na tregojnë një lloj rruge. Aty filloi teza. Pse do zgjidhet Petriti? Po. Që është kushëria Abazi dhe Abazi kryetari, përgjithshëm ky kryetari i Tiranës. Aty filloi jo Çami, jo Parantia, jo kjo. Madhështia e Abazit ishte që ne këtu do të konkurrojmë me vlera. Jemi ditë Çam, po ta ngasi që jemi ditë të lidhur si ferra. Prandaj ti lëm këto gjëra. Nuk doni. Por nuk e thoshin to të hapur. E megjithatë zgjedhje ka pasur. Në qoftë se ju nuk doni Abbas Dojakën se është Petriti kushuria e Abazit, atëherë le të ikim nga kryetarllëku i Tiranës. Po ky njeri do të qëndrojë në krye. Jo se kemi me ty. Atëherë zgjidhen, votoni dhe është shtur po na pret populli. Jo, them me sinqeritet këto. U detyruan, dorë të kitën, u zgjodh. Ne
e mbështetëm shumë në Abazin, filozofin e tij, dhe kemi kryer shumë aktivitete të fuqishme. Një ndër këto do të sjell këtu për herë të parë. E kam thënë dhe në rreth të ngushta. Për ne, qeveria greke, shteti grek, përveç akuzave abstrakte dhe abuzive, thonë se është një çështje që nuk ekziston kur ne jemi gjallë. I kundërvijem kësaj. Në 91 ndodheshim te zyra që na kishin dhënë te rruga Kavajës. Rastisi Petriti në telefon. Se vija leksioni vija me vrap. Dhe bie telefonata na merr ambasada greke. Shoqata ishte krijuar, ju i kishit dërguar një kërkesë. Ne kishim dërguar kërkesë ambasadës greke. Po. Pra kishim guximin. Për të ulur në bisedime. Kishim guximin, kurse sot këta që drejtojnë shoqërinë Çamria apo tash të qytet në Parti Çame, nuk kam dëgjuar të bëjnë një përpjekje të tillë. Edhe ne mund mos sa qaste, po ja që na qasën. Atëherë, bie telefonata më thonë, shoqata Çamria, po ja, jemi ambasada greke. O, urdhoni, thash. Keni bërë një kërkesë? Po, ne jemi në pritje. Në fakt, ne nuk besonim. Tha, zoti Abbas me 2 të tjerë, është i pritur ditë në hënë e pret zoti Kanellos, ishte në atë kohë zëvendës ambasador. I pret në takim. Ju faleminderit për përgjigjen, i thash, edhe me njerë alarmua. Thirrëm Abbasin, u grumbullua, ngjarje madhe. Po diskutojmë se të ulesh në bisedime me ambasadën. Dhe kemi cilësuar si aktin e parë, si bisedën e parë, dialogun e parë me shtetin grek, shoqëria dhe komuniteti Çam. Në 91-shën. 91-shën. Pra, ambasada greke na thiri zyrtarisht. Ç'thon ata që nuk ekziston kjo çështje? Pse na thirrën? Natyrisht ishte një kontekst historik. Ashtu siç varapoi me vrap Mitsotakisin për të kuptuar se çfarë lëvizje po ndodh në Shqipëri në procesin demokratik, ashtu u autorizua nga qeveria greke, Ministria e Jashtme dhe ambasada. Zoti Abbas me Nexhatin dhe me Mërgjyshin, me zotin Hasan Miga, njerëz të respektueshëm, shkuan si 2 greqish-folës dhe vajtën. Është zhvilluar një bisedë jashtëzakonisht e nivelit, Abbazi, një interpretim brillant, sa e vunë pozitë vështirë. Ai filloi bënte ca pyetje që më duken se ne i kujtojmë se grekët janë shumë të zgjuar, por nuk janë më të zgjuar se ne çamët. Ndoshta ne kemi të vërtetë në historike që na ka bërë, po kemi dhe inteligjencën natyrale. Dhe i thot, kam disa pyetje. Ndër tjera, sa të shkolluar keni? Shikoni ku godet qeveri greke. Sa, dhe përgjigja bazit ishte, ju e dini që ne na kishin lënë në errësirë për shkollë. Dhe të etur për arsim, erdhëm këtu, jo se na përgëdhelën, se na dhanë zanatet dhe shkollat më të vështira, më të pa preferuara në thonjza për regjimin, por ne me respekt studiojmë dhe kemi një armat të tërë intelektualesh. Ai mbante shënim. Tha, por ç'të të them, tha tani? Jo, ju na thoni se neve kemi bërë krime. Unë po ju them, si pjesëtare e Akademisë së Shkencave, vajta për herë të parë në Çamëri. Dhe, kur morë vesh në filatin tim, si kisha lindë atje, tha, kur morë vesh i biri Duro Dojakës, ai që kishte hapur kineman e parë në filat, dolën, me lot në sy më kanë përqafuar, tha. Ku pashtë në njerit në hitë gurë, tha. Këto janë ato dosjet tuaja, të cilën më është ky argument e Abbasit me Pletin në Athinë, kur e kam përmendur. Nuk pashit, tha. Prandaj, lejeni popujt. Është çështje politike. Po. Tani, unë fola gjatë. Ky takim u mbajti i fshehur? Po. Unë fola gjatë, tani më flisni dhe juve tani. Ne jemi të interesuar të dëgjojnë opinionin e qeverisë tënde. Tha, unë nuk jam e autorizuar të shpreh asnjë gjë. Pala greke. Por të transmetoj çdo gjë që më thatë ju. Vetëm kam një kërkesë. Po para se të bëj kërkesën, do të them, unë jam nga Larisa dhe nëna ime dikur
fshinte pragun e saj edhe të komshisë, kurse sot secili fshin pragun e vet. Pra, në një gjuhë diplomatike ju vazhdoni e kemi interesatona punën tonë. Po. Por kërkesa e qeverisë time është, ju lutem, mos e publikoni. Nuk është në interesin ton as tuajën. Zotë Abbas i ktheu një përgjigje. Ne e dim se na ka ardhur dora që hapi propagandën dhe goja që ne jemi të pabesë në Shqipëri. Na ke godit atje ku kemi gjë më të shenjtë. Por tani po na provokoni me këtë. Ndonse nuk është në interesin ton ta mbajmë të fshetë, se është pranim zyrtar ekzistencës, por ne për hir të dialogut, të ardhmërisë tonë, po e mbajmë. Nuk po publikojmë. Natyrisht kujt i tham, kurthit, njerëzve që s'mbajnë fjalën. Dhe kështu që sot e kësaj dite i shtroje dhe shumë fakte të tjera, si ka mundësi. Pse na pritën? Pra e njohën, nuk u intereson, është tjetër gjë. Ne vazhdojmë. Si ka mundësi. Dhe ka pasur përpjekje në një farë mënyrë nga babai i Mitsotakis dikur për të diskutuar situatë. Por tashmë duket sikur ra në heshtje. Në shumë këto aktivitete që kanë të bëjnë, një kujdes të madh ne i treguam, meqense nuk ishim dalë të paktën. Grupi jonë që një fjamirë, po dhe grupi tjetër, njerëz të mirë me reputacion, se ishim strukturë të Ramizalis. E vetëmja shoqëria Çamëria që nuk ka dalë asnjë skenar. Është vetë produkt i elitës çame. Përgjegjësia historike e kësaj gjenerate. Dhe Ramizalia u vu në alarm. Para datës 13 do vinte Mitsotaki, ne tani bëm një letër që të gjithë këta që ishin nismitarët të drejtoheshin ambasadës greke dhe kryeministri Mitsotakis me rastin e vizitës së parë që publikua. Dhe kur bie telefonata, presidenti Alia kërkon takim me shoqatën Çamëria me që njihnin Abbas Dojakën, e therrasëm një grup, u mblodhë përsëri në ato. Në atë periudhë, Edhe shkojmë, vendosim grupin që do vente. Në atë grup nuk kam qenë. Vum njerëzit më të vjetër si Hasan Mingën, tjetër Arshin Rexhën, që ishte sekretari i shoqatës përgjithshme, dhe Abbas Dojakën. Nuk i pret Ramizalia, i pret Sofokli Lazari. Këta i morën si një lloj provokimi. Po heshtën, e tham urdhoni. Tha, ju kam thirrur në emër të presidentit, po ai ishte shumë i zënë. T'ju përgëzojmë për këtë nisëm kaq të bukur që keni marrë. Po ai s'kishte kohë. Tani erdha unë. Qa synoni, qa kërkoni? I thanë ata, tani bëjt falat, zoti president. Do flasim vetë me të? Ne nuk jemi ata më iniciator, po jemi dhe të një letre që kemi bërë, që do t'ja japsh dhe këtë kopë e urdhoj jepja zotit president, edhe po vëmë të nisi dhe dorëzojmë të ambasadës greke. Ashtu tha? Po. Aty bëri provokimin. Shumë bukur tha. Gjeni njëri, tha, përktheni mirë në anglisht, kështu në greqisht, e ta dorëzoni. Këta ju kthyen. Jo, se ishte momentin atë kohë. I thanë, jo se nuk dim greqisht ne, këta miq tanë në shkollë greke. Por ne do të bëjmë një gjuhë ndërkombëtare. Do të flasim në anglisht. Ju faleminderit e dolën për dera për jashtë. Kuptoni mesazhin që tha? Dhe jemi rujtur shumë në këtë gjë. Do ndalim edhe ke vizita dytë e Mitsotakis në demonstratën e parë që kemi bërë. Për fat ishte akoma kryetari i Tiranës. Dhe kështu ne vazhduam sensibilizimin në planin ndërkombëtar, me përfaqësim me ambasadat, me të gjitha gjërat. Ishim shumë aktiv me komunitetin tonë. Dhe përgatitëm në muajin 27 qershor të 91-shit në Akademinë e Arteve, ose Institutin e Lartë të Arteve, është bërë përkujtimorja e parë Kodega Tiranës. Te artet? Te artet. Në sallën e artit është bërë një mbledhje madhështore në përkujtim të viktimave genocidit. Edhe aty përsëri kam mbajtur fjalën. Kishim edhe njerëz dashamirë që ishin të persekutuar. 27 qershor 91? 91-shin. 91-shin bëhet fjala akoma. Dhe aty për e të parë u dha një koncert
në asambli që kishim krijuar, Bashkim Braos, një talent, profesor, që kishte qenë në asambli shtetit, dhe ai ngriti me shumë pasion, me Agush Meleqin, me Qeni Biraqin. Madje më kujtohet të gjitha pasionuar të bëshim rolin e artistit dhe në zyrat tona në rrugët e Kavajës të krijonim një këngë për Çamërinë. Është ai këngë e famshme. Çamëria me djemt Levend dhe me vajzat me fustan, vajzat dhe djemt dhe fustanella, dielli te këty ka lerë dhe hëna varet mi ullin, Çamëri moj Çamëri. Pastaj von muzikën. Shumë e bukur, po. Pa, ishte shumë e bukur. Dhe aty u provizua nga bashkimi Nëna Shqipëri, duke marrë spunto nga një plakate e Ilmiut, me rastin një vjetorit të Republikës së Kosovës, pra një nën shqiptarit përkundet 2 djetë e një Kosova shkujt gjithë Çamëria. Shumë e bukur. Edhe bëjmë bashkë. Ngritëm këtë për të kaluar në akte të tjera madhore. Dhe jo vetëm pas kësaj, me që i përkisim plejt tanë, prindit tanë, dhe një religioni musliman, jo se ishim fanatik, se kam besuar me logjik, atëre organizoi Dega Tiranës një mevlud të çadra, ishte komike, po të çadra e cirku Tiranës. Shumë të çuditshme. Edhe ne mbledhim. Pra, mundoheshim në çdo aspekt të ashtu. Aty kaluam në një fazë tjetër, nevojën e regjistrimit të popullsisë. Kam bërë tabela me të dhëna dhe filluam të regjistrojmë cili familje përkiste, sa veta kanë ardhur, çfarë pasuri kanë lënë. Ne shpërndava atë formular, nuk u vazhdoi. Filluan në fillim, nuk u vazhdoi. Historia na ka aksidentuar, siç është edhe emrat që na ngjisin ose na dyzonin me qëllim edhe kur erdhën këtu. Po, krahas kësaj, neve krijuam në statutin ton, mbajtëm, sankcionuam një qëndrim që më vjen keq që nuk është respektuar, dhe me rastin 7 editorit unë e lë si kujtesë dhe amanet që të ruhet lëvizja Çame nga lëvizjet e gabuara partijake. Mos bëjmë pre partive, thoshim ne, askujt. Dhe duhet të dini që Partia Demokratike në atë kohë, keni parasysh hovin e shpresës e njerëzve për një demokraci, po kuj demokracie, dhe besonin të ishte të përballeshe e të futeshe në konflikt me Partinë Demokratike në kohë. Po ishte zëri politik më i rëndësishëm në kohë, pa diskutim. Po detyruam se na detyroi Partia Demokratike të futeshin. Po. Ju kujtoj këtu që na vjen një telegram para mbylljes së fushatës elektorale ku humbi Partia Demokratike, për fat keq për ne, kur gjithë popullata ishte mobilizuar 200.000 veta për demokracinë dhe Partinë Demokratike, me përjashtim kishte edhe të majtë nga ne që e pranojmë pluralizëm, dhe unë i kam respektuar shumë. Patjetër, çdo kush ka bindje dhe veta politike, por në fund duhet të bashkohemi për Çamërinë. Dhe kështu që na vjen një telegram nga patrioti dhe aktivisti i madh Hekurana Lili, që gramos pashko bën një deklarat anti-Çame në Athinë. U alarmua. Po si ishim të sigurt. Çfarë është ndësisht? U mblodhëm në pallatin e kulturës të Kafja pranë. Çto të bëjmë? Po na vjen goditje nga deputeti i Partisë Demokratike. Si t'ja bëjmë? Një miku jon Çam, i cili e kujtoj me respekt, pavarësisht se vinte nga disa struktura që përkisin regjimit, po për mua ishte një Çam patriot, një figurë e ndritur, Ilias Çeço, futbollisti që e njohim, i cili nuk ka asnjë ndikim, unë jam dëshmitar për këtë gjë. Se unë shumë i ndjeshëm për këto, nuk lejoja. Dhe ai kurrë në kurrës nuk ndikoi na ashtu, por si një Çam me të vllain e tij doktorin nga Lushnja, jepshin kontribut. Kupton? Ai ndikoi me kanalet e tij që punon me së jashtme, që të vinte buletini ne demokracisë. A është e vërtet kjo gjë? Imagjinohet tani po shkoshim për në konferencën e shtypit ku Sali Berisha do të dilte në konferencë shtypi. Aty ka ndodhur përplasja e madhe. Ne u vendosëm
Tani po na vin goditja, si vendosëm. Rastësisht duke ecur, u ndalëm, dy patriot, mendoj unë, njëri shumë historian, i shquar, e keni marrë një intervistë këtu, dhe pardije e takova i tash, a e di që na ke bërë një nder të madh? Na qetësove shpirtin në atë kohë. Pse më tha mua? Ai ishte shërbente në Athinë. Ka ardhur urgjentisht. Ka sjell buletinin Nea Demokracia. Ku ne u mblodhëm në rrugë e lexuam, e gjatë me gjyshi. E lexoj me Hasan Mingën e tham po. Është e vërtet. Buletini Nea Demokracisë së Mitsotakit thot që për hir të së ardhmes ne da praktisim të kaluarën, pra në kuptimin shtetë-çamëria. Po. S'ekziston. Atëherë ne pa marrë pushtetin, po na vinte goditja nga këtyre njerëzve që po besonim shpirtin dhe demokracinë. Atëherë morëm vendimin të papajtueshëm. Ti kërkojmë në llogari, unë në zgjedhje, se këtu ka një falsitet. Madje unë kam pas guximin, ja kam drejtuar kishtin, e do ta them, edhe kur erdhi në Sauf, krijuan me studentët në Institutin Laborator, jam me sallës, salla u habit që ishte kjo pyetje për çamërinë atë kohë. Në lidhje me vizitën e parë të Mitsotakit, edhe Sali Berisha filloi të përdorte ato, jo në singi, jo të gjëra. Megjithatë do thoni si ti punove me Sali Berishën. Po, punova. Po i përket një emisioni tjetër kjo gjë, se i punova për çamërinë. Dhe shfrytëzova atë që ai në atë kohë loste kartën e patriotit, nacionalistit. Po. Dhe kjo u shfrytëzua nga ana jon. Dhe shkojmë të vendosur. Bashkim Kuçuku, u paraqitet se unë si gazetar, se kam ndihmuar shumë bashkimin me një magnetofon që kishte xhaxhaja i gruas. Ishte fushat zgjedhore, ishte në këtë periudhë? Ishte fushata zgjedhore, do mbahesh mbyllja e fushatës në Pallat të Kongreseve. Po. Dhe atje, pallati ose dhe piramida, mos gabohem, shkuam ne, Abbas Zojaka, Ballkizi, kjo femër, që me kontribut të jashtëzakonshëm që se përkujton njëri për gazetën. E kam të... Dhe shkojmë atje, të përgatitur, dhe Lutfi Saqja. Një gazetare, koncidoj atë ditë del gazeta për numri parë, Vatra Anëtare, Çamëria Vatra Anëtare, si vazhduese zërit çamërisë. Ja vu Vatra. Entuziazmi madh edhe për gazetën. Po, i digitalizojmë tani ato. Shumë bukur. Edhe i kemi gjetur në bibliotekën. Do t'i japun. Do t'i jap të digitalizuara, kam filluar që ja vlen ta cekim për të kuptuar pa diskutim. Thelbin ton dhe akuzat e pa bazë që na bëshin. Shkojmë aty dhe një gazetare huaj i thot Sali Berishës: sot ka dalë një gazetë që u akuzon ju se Partia Demokratike se po e praktikni çështjen Çame. Ç'do të thoni për këtë? U krijua një gjendje alergjie për ta. Aty ishte edhe Gamas Pasho, aty ishin të gjithë këta, dhe Sali Berisha filloi të lëvizte, po jo, ose ashtu, jo, po kështu, jo, në këtë. Nuk mbajti një qëndrim. Mbajti qëndrim. Atëherë të çohet Bashkim Kuçuku. Po para se të çohet Bashkim Kuçuku ngrihet Lutfi Saqja. Zoti Berisha i tha: unë jam Lutfi Saqja. Kush i tha? Po ti më njeh mirë, tha, se janë nga 200 filmtarët. Po s'ka marrë si filmtari i PD-s, po t'ka marrë si përfaqësues çamërisë. Ora e ka thënë Gamos Pasho këta, apo jo jeta? Na e thuaj. Jo Helsinki, jo kjo. Po jo, unë i besoj Pashkot. Ul Lutfiu, unë ngrit Bashkim Kuçuku. Ai Bashkim Flori thot: unë jam kryeredaktori i parë i kësaj gazete. Zoti Berisha, unë e kam pyetur direkte. Po imagjinoni gjithë mediat e huaja po fokusonin këtë kamera. Tha: ne duam, je për çështje Çame? Po apo jo, i tha. Partia Demokratike është për çështjen Çame? Po apo jo, tha. Nuk e kam, s'u asnjë lloj tjetër. Po apo jo? Po, i tha. E këtë duam ne, i tha. U prish takimi, vun pozitë shumë vështirë. E ngrit troqën Saliun dhe në korridor Sali Berisha i drejtohet Abbas Zojakës: po ju Çam, pse po na fusni fikën neve? Ne rrethuam. I tha
Sali, e njihemi, tha. Nuk të kemi futur tikën. Goditja po na vjen nga ju. Ne jemi për ju dhe do votojmë për ju. Po pse bëre? Por deklaratat bën në Greqi normalisht në do të dhëmbje. epsh një spjegim, tha. Jo se ka thënë, i beson. Aty Ballkizi e vogël e ka doktorin nga jake qaketës, pardesys bardh, do të verë që kishin, i thot, ti më njeh mua, jam Ballkizi. Po ballkoj, tha. Po. Ballkizi Halili? Ballkizi Halili. Mrëmt kemi dëgjuar ta me leshin për pjetë flokëve ta 200 mbi çam, tha. Po si sa zuri goja të thoshe, tha. Për minoriteti nuk kujtove, edhe neve të na përmendin njerë çamrin, tha. Po ju që pa marrë pushtetin, po e bëni këtë gjë, tha. Dhe kontakti që kisha, sekretari i Tiranës ftohem nga Partia Demokratike në konferencën e parë në Teatrin Popullor nga Ylli Vejsiu. Po. Dhe me partit isha unë dega e Tiranës. Aty kam marrë fjalën. Saliu intereso se kush të merrte fjalën, pyeste. Po. Kur i tha që është ky djali, ndjeva një pozicionim. Dhe i drejtojmë ndër të tjera. Ne me zi kem pritur këtë ditë. Ta akuzosh një popull që është degle e Partisë Punës, kur ne kemi dalë nga një genocid dhe jemi viktima të një genocidi dhe të një heshtje monstruoze, dijeni mirë dhe drejtojmë gisht. Ne s'kemi qenë as ministra, as pushtetar të komunizmit, por në ato punra që na lanë në degën më të vështira, po me respekt për punën. Prandaj bollë më, kur na vjen goditje edhe nga gjiri juaj, Zoti Berisha, ne duam që Partia Demokratike të jetë mbrojtësia me flakët e jona. Cilë Shqipëri doni ju, i thash? Shqipërinë londineze? Shqipërinë që na la trashëgimi dhe komunizmi? Cilën? Do doja të dëgjoja juve, se është moment historik, me Kosovë çamri drejt Evropës Bashkuar. Aty kam parë sallën të ngrihesh në këmbë se doni një emocion direkt, jo me dogma. Të duartokisin më shumë se Pashkon dhe Gramos dhe Sali Berishën. Ajsa, kur dilja rrugëve të Tiranës, më thoshin, o qamo. Pra, kjo ishte ne, dhe ne kemi qenë konsekuent. Për fatë keq, këta që vazhdojnë sot, e kanë futur çështjen çame në morsetat e partive që po e shtrydhin si e majta dhe djatha. Vajtja Bazdojakës në dimensionin në Moskë, ku bashkë me Bashkim Kuçuk kanë mbajtë një tryezë të rrumullakët. Këto janë fakte historike. Po. Nuk kanë ngjyrime le t'i mbajnë kush t'i mbaj. Edhe këto lek nuk ishin për makinë, po ishin për këtë aktivitet që u sponsorizuan. Dhe gjitha këto aktet ndërpriten nga ana ime, për shkak se më vjen një ftesë, një ditë prej ditësh, Abaz Dojaka, duke kontaktuar me Sali Berishën, i thot, mire në Veroxa, po dhe ti s'ke për të marrë në diplomacinë shqiptare një çam, edhe ai, momenti se këto i kryne dhe nuk mund t'ja mohojmë, thot, po, paraqit 5 kandidaturë si ke një post shumë të rëndësishëm. Atëre, përpilohet lista, nuk e di kush ishin të tjerë, po mbaj mend Damanin e Elbasanit. Elbasanit, po. Edhe unë. Dhe ministri jashtëm e merr këtë listë, pyet një patriotin tonë që ndodhet aty, dhe ai thot, Leonard Demi, more kam një listë, kemi pozicion shumë të rëndësishëm. Me porositë të presidentit. Kë më sugjeron? Ku ti vënë gishtin? Leonard Demi, i cili thot, unë nuk e njoh direkt të djalin, po kam parë që ky është, më ka thënë babai, Petriti, që është shumë djalë energjik dhe patriot. Ma thirrni, tha. Çoj Abazit ashtu. Edhe Abazi vjen me një gëzim të jashtëzakonshëm në shtëpi. Hajde, më thotë, më të dalë për jashtë. Hajde pish një kafe. Jo, hajde se kam një aber të mirë, të madh. Çka ke më Abazi tash? Do të vesh mirësitë jashtme, edhe drejt mirësisë jashtme ne aty. Te rruga sa afër kisha shtëpinë. Nesër në ora 7 jesh këtu. Ç'ne unë i thash? Do të vesh. Do them pak vetëm emocionin e parë, sepse të tjerat fakte, se të tjerat do të kemi rast, do diskutojmë, më pret ministri jashtëm. Po. Kështë parë,
Në atë kohë, kisha dhënë provim frëngjisht sepse më duhesh për disertacion në fakultet. E më thot, ti je nga ta pedagog të privilegjuar të komunizmit. A i kishte një ironi, po ajo ironia dhe qëndrimi im vendosën ca themele të komunikimit shumë të forta me njëri tjetri. I bëri përshtypje. Po. Se ishte një vërtet njëri që njerëzit e fort i donte. Edhe, po i thash, po ju zini një gjë. Mbasi erdha nga bishte Kuksi, thash, jam i vetmi çamezi kanë deportuar në Institutin Lartësor në Fakultetin e Pyjeve. Çdo e ti në Kuks, më thamë. Po si privilegjuar më çon të bëja shkollën e edukimit tash. Atje shkonin ata që s'kishin pa. Po fati ime, puna ime ishte mrekullia e Zotit që unë të përfundoja, ashtu të përfundova. E di pse të kemi thirrur, urdhoj tash. Në qoftë më ke thirrur për ndonjë post, në një gjë, të lutem më lërat. Sot e dita në zanatin tim, që të dalë të marrë një bursë specialiteti jashtë. Jo, tha. Është porosia e presidentit, ti do vesh kërë konsul Janin. Ba, ushtanga. Nuk mund asnjë çam të rezistoj kësaj gjëje. Sot i ministri, thash. Mund të kishin çuar në Francë, po nuk do ishte tronditja kaq e madhe. Tani i thash po. I thash, sepse i thash, nuk është nderi që po erdhi dita, nuk po më bëni nder mua, po atyre që përfaqësoj nga mbrapa. Mirë njohja atij që e ka thënë. Pra, Sali Berishës. Që mendoja. Hakun do t'japin Cezarit, dhe nëse e kishe vërtet hak. Mi po doli shumë shpejt falsiteti. Më thrasin, shpejt ta urgjentisht se do përgatish për kryen konsul. Ndërkohë, linjë diplomatike e bë kërkesa, unë vazhdoja të i nderuar e Ksenofon Krisafi, jurist i famshëm, të bëja, si thoshte, njohjen e dokumentacionit konsullore, taktikat e tjera. Pa ta fat që të punoj me një grup të cilët ishin të sistemit të kaluar, ambasadorësh, në Zyrë, si Bashkim Dinu i famshëm. Po. Një dashamirës i madh i çështjes çame, i cili kur më takoj në Zyrë më tha, sa e kam mësuar mordial, tha që dita do shkosh ti, edhe ai më ka dhënë teknikën se si të negocioja. E unë i mblidhja, i veja veshin këtyre gjërave. Se përgatis tani, e thash, jo edhe zotë ministri, thash unë, por që tani po të them se shkrujtar librin tim, konsul në tokën time. Shumë e bukur kjo. Por pas një muaj përgatitje. Jo pas një muaj. Por në zyrën e zotit Krisafi isha, kur vin një ish deputeti i PD-s, e thot, të prezentoj, tha, me Petritin kërë konsul tonë Janin. Jo, tha, konsul do vete unë, tha. Si do shkosh ti, tha, ne përgatisim këtë. Jo, tha, doktori më tha mua. Mora vesh mas një jave, se më thirrë dhe ministri poshtë, kur qeveria greke më solli person pa dëshiruar, nuk më dhanë të drejt në agrimendit. Pra jam në diplomacinë shqiptare, themi i pari që jam shpallur në Ungarata, po i pa shpallur. Dhe më vonë, pala greke, në takim dy zëministrat e jashtës në ministrat, Arjan Sterova me Çoderun, i thonë njëri tjetrit, por pse na do që ato, se ju s'keni drejt në më jepni përgjigje, se ashtu shkovenda Gjenevës, po pse? Ju lutem i tha jo, për shkak të origjinës sa ishte i papranueshëm për ne. Prandaj, nuk është mirë tuaj, mbyllni këtë gjë, ta mbyllim. Dhe vërtet heshti ishte shqiptar, që nuk do të kishte heshtur. Gjenoni në këtë pozicion të ku ndodha unë. Kush ishte ky që poroste me mua? Më thret ministri i jashtëm. Petrit e more vesh? Po. Nga si ndodhi? Po pse ju thash do të mbulonit të vërtetën time, thash, kur ishan kryer demonstratës me Mitsotakis? Po. Nëse më lejon zoti ministër të flasë, ka ardhur momenti tani të thuajnë këto gjëra. Nëse më lejon zoti ministër të flasë, fol, tha, prandaj të kam thirrur. E keni të keqen brenda. Kush urdhëroi Vasil Gjikën? Kur ky president dhe ky me kapitallën ju. Ai u pozitë vështirë. Pastaj thash, vepruat gabim. Edhe i thash rrugën pse vepruan gabim. Që do të ngishë shpallur, ata dhe ju kishit drejt të mos pranonit konsullin, që kishin 2 vjet po e mbani pezo konsullin Gjirokastrës. Kështu që unë u doja, por lëvizja pastaj ishte e mençur e Alfred Sereki, i cili kundërshtoi dhe këtë çamë do ta dim se kishin një mbrojtës, Petriti kishte një mbrojtës, jo shoqatën çamëria, po ministrin e jashtëm,
ja detar, pavarësisht se shflitet lart e poshtë në raport me Greqinë, është i vetmi ministër që nuk thirret në konferenca. Është i vetmi ministër, a thua se nuk ka qëndrime që do vi koha, do t'i themi çfarë qëndrime ka mbajt ky njeri. E çfarë mbështetje ka dhënë ky njeri? E çfarë kemi arritur ne? Që këta nuk i shkojnë për mend. Por nuk do të rrinë të fshehura në arkiv më. Ka ardita. Çamëria nuk do të ishte. ndalen pak. Përveç letrës që dërguan Mitsotakit, që nuk reagua, po bën thirrjen, bën kontaktin në ambasadën greke që fola. Pas kishin nevojë të linë me shkrim, se si linin, po bën që ne marrim si një fillim hapi parë i dialogut. Po, e rëndësishme është që kishte një lloj dialogu edhe një lloj njohjeje në një farë mënyre. Ne konstitucionale. Dhe atë pesë që na pren, le ta kthejmë mbrapsht, e ta pohojmë këtë gjë. Dhe prisim vizitën e dytë të Mitsotakis. Rendi qeveria greke, se po kishin ndryshime, nga do orientohesh Shqipëria. Po. Po të kemi parasysh ai Mitsotakis më vonë bëri ato 6 pikat e famshme, edhe problemet e tjera. Që i përket një. Po ka pasur një periudhë që e ka njohur si çështje që mund të zgjidhet për çështjen e tondave vetëm. Degës të Tiranës. Lajmërova Durrësin, këto Lushnjë, kush ishin afër. Edhe po merresha me pllakatat të bëshin, natyrisht duke ruajtur, si thua, frymën. As pak me urrejtje dhe racizëm, po na lejoni të bashkëjetojmë trojet tona, lejoni me vëllezërit tan, etj. Ndërkohë kishim hajtë me lejen polici. Kur kthehem, pasi kisha marrur punë me tabela, i gjej këta të shqetësuar. Abaz Dojaka, Ashin Rexha, Vehip Dojaka, Mërgjyshi, Minga. Qa keni të zyrat e rrugë Kavajës? Sa nuk në dalë, policia anullohet. Për protest. Po. Dhe ju do ta anulloni, thash? Në mezi e kemi pritur këta. Çamët mezi e kam pritur një vizitë një kryeministi grek. Dhe ju do ta vazhdoni? Nuk do merri pjesë? Do të vazhdoni, po. Po? Po ç'të bëjmë tha Abazi? Atëherë dëgjoni thash. Unë po organizon Tirana, e merr për Tiranë, e marrën përgjegjësi para policisë dhe shtetit shqiptar. Çamët i kam lajmëruar dhe ne do dalim. Ndërkohë një lajmëruam, s'kishin që të thoshin, po dakor. Dhe lajmëruam çamët që të rinin grupe rreth piramidës të vëllezërit Frashëri, në Luli, sikur ishin rastësor, me qëllim që mos të intervenonte policia dhe shërbimi shqiptar. Ashtu. Dhe kishim marrë njoftim që në ora 11 do të kaloj vi nga Rinasi, pra e morë nga protokollin e sisjashme. Dhe dalim aty. Është shumë emocionale. Do të ishte Mitsotakis, karvani me kryeministin grek, erdhi para kohe. Kur dëgjon sirenën, i themu, dili se na erdhi, edhe dalim, të gjithë çamët bonori dhe zunë rrugën. I dolën Benci të parë që ishte. Ka qenë një djaloshi patriot që s'është më në diplomaci, një Mihail Marku, zënës ministër, një djalë i shkëlqyer që ka mbajtur fjalimin dhe NOKB. Por çamërim, po. Mihail Marku? Mihail Marku. Nuk e di se bëhet ky njeri. Doli nga sfera e diplomacisë dhe kam dëgjuar që është në Amerikë. Dhe ai i thoshte, çamët i dolën dhe një burr i vjetër çam, dhe Benci i hop përsipër. Ai më bënte më pa mua që i bërtisja çamëve, mos hapuni, e tha, mbrapa. Kur vin shefi i policisë Tiranës. U vërsulën policat me shkop, po nuk vun dorë. E kam kapur një dibrani, dorën. Ku dzove të biesh çamëve të mi, thash, do të mash vullën damkën e tradhtarit. Mbas demonstrimit, hajte me vë prangat mua se unë jam përgjegjës për këta. Në moment, si që mora vesh të nesmen, Aleksandr Meksi ja thot komshis vetë, koleg me mua si inxhinier pyës, që ishe e alarmuar se mos çamët na bëjnë një ekses. Çamët kishin përgjegjësi të jashtëzakonshme. Sali Berisha urdhëron leri të lirë. Kur erdhi me radio, largohuni, tha ai. Unë habita, se në kishin gati vini dajakun. Të lutem, tha mua, pas asaj takohemi, por i thuj çamëve, pajsor, shkoni para kryeministisë, mos bëni ekses. Atë e dim ne, thash.
Erdi kryeministri. Po. Një plak. Imagjinoj një njeri që pret, kushtet çvojt e ka patur 50 vjet, i hodh benzin për sipër. I dhe i dha me krusht. Unë e kam me krau. Kryeministri së thaj se kujtoj se ishin minoritarë që po dilin të tërkisin si para muzeu. Po, kur i dhune plakatën Çamëria, u shtang autokolona, shtypi grek nga mbrapa autobusi, akoma s'po i thrisnin mendjes, atëre, më thë vërtet ma i largoj Çamën. I thashun, ju lutem largoni, lere dhe shpejt vem para kryeministisë ku do hy dhe kur do dali. Atë ta bëjmë. Edhe kështu veprua. Na la policia, u çamatos. Pra, këmbgulja e gjërave, pse ishin në vendin tonë. Sigurisht, me të drejtën. Ose thye, po e thye shturpër për ta. Si që më vonë me rastin një rezolute, që i vund të jak qame para parlamentit. Pra, ajo turpi ngjelet, atyre që urdhërojnë. Dhe shkuam neve aty. Gazetarët erdhën në futën të me gjërit tonë. Filluan të bëshin provokime. Aty ishte dhe një minoritar grek që e nxori më mrapa. Po. Unë jam minoritar grek, tha, po më keni befasuar me këtë rrymë. Po, frymën përgjigjen për diskutim. Erdha për të parë, tha. Mirë bërë, i thamë. Dhe në të vërtet. Dhe, dikush e provokoj një tonin, gazetar grek i thot që keni këtë ju Piron? A ishte grek? Jo, i thaj. Po t'ishte grek, do ishte Spiro, po kjo është Piro. Shumë e bukur kjo. Shumë e bukur dhe kjo. Dhe detyruam. Po dhe thomë, Piro i Epirit, jo Piro i Greqis. Nëse ta që i përir të realitetit, kanë dalur disa sekonda, ka përshëndetur me dorë, parullat tona ishin greqisht dhe shqip që na lejo, zoti Misaj, me zi të kem pritur dhe këtej që të kthehemi në vatrat tona, të jetojmë me popullin grek, me mllazërije, me siç kemi qenë. Pra ishin parulla mëse paqësore dhe që pa diskutim kërkonin dialog. Dhe u bë pastaj që u bë ballafaqimi në kohën se shtypit që u bë një debat i madh këtë gjëra. Dhe ma angazhuan me diasporën gjatë 6 muaj, kur bëra vizitën e parë në Çamët në Turqi, në Izmir, i gjeta ku jam, shkova, po si përfaqësues i misë jashtme, vizitën e parë në Greqi. 2 vizita shumë të rëndësishme. Natyrisht atje pash edhe drama në Turqi, asimilim të jashtëzakonshëm, po shkojnë për të gjetur një kushëri të gruas time në Soqe. Soqe është një qytet afër Izmirit. Dhe kisha parë në fotografi se kisha qenë vjera me vizitë një vit përpara, kisha pash një plak me Casardele në dorë. I thash, ky është Xha Qemali. Edhe i flas, Xha Qemal. Ai kthehet, dëgjoj shqip. Po, kush je ti? Me i çamërishte. I thash, jam dhëndër i Havas. Vajtë më shtëpi. Po ndalim këtu këtë tregim se është shumë i bukur. Aty më thot kushërida e vjerës time, më përqafoj dhe dorë një nga gëzimi dhe i përtiti komshies kushërisë saj. O, Juri, zdriqu moj këtu se ka ardhur dhëndër i Havas nga Tirana. Unë isha me Ahmet Gashi, me djalin Ahmet Gashi, Agron Gashi, profesorit të madh, me shoferi. Unë blodhën Çamët atë. Edhe më thot Agroni, këtu është Çamëria, thot. Shiko mor, thot, sa bukur e flasin këta. Shkuam me ansamblin Çamëria në një vizitë në Turqi tani. Me këta djemosha të rinj, me atë fukarallëkun ton, me autobus një avun çantë. Po si gjenet parata, po të gjithë bëshit prapë bashke, të gjithë gjenet sa për... Mlidhin sa për bukë. E rëndësishme është që të shkonet, edhe ta përfaqësonet Çamërinë. Dhe na erdhi një ftesë, të merrshim pjesë në një festival në Buzhtetit nga afër Izmirit këtej, me kufi me Shqipërinë, dhe autobusi i 2 çamëve nga Lushnja, dispozicion me karburant e tyre, nga dëshira e madhe. Të gjithë kontribuonin nga fakt. Të gjithë. Universiteti na vuri në dispozicion fonim që na vjen në Stamboll. Tragjedi. Edhe ashtu ikëm. Vemi në atë, me vonesë, kishte filluar festivali, kështu që ne ishim jashtë loje. Imagjinohet marrësh nga Shqipëria, me ato peripecitë e Maqedonasve për vizën e të tëra gjëra, edhe vajtëm. I ndodhë para kësaj fakti, ishim jashtë
Si do jashtë programit, nuk është të regjistruar. Nuk kemi në një koncert në ishim të në një lek, në Istanbul. Dhe aty pas e në afruan, në panë shumë shqiptarë të Istanbulit, diaspora nga kolonja nga të, në afruan. Atëherë i thash, keni nevojë, tha, në një, se njoh kryetarin e bashkisë. I thash, para se të ashtu, do më thua, çfarë bën dje grupet? Para kaluan, tha, bën atë. Aty në mes të qytetit ishte dhe monumenti i Ataturkut. Thash, bëna një ceremoni jo, tha. Atëherë thash, njoftoje kryetarin e bashkisë se grupi Çamëria do të bëj homazh. Prandaj më porosit një kuror me lurë, ku kishim edhe lek në të shkajë të mblidhi, po e bëm. Mrekulli koncerti, po më mrekulli ishte kontakti me grupin e Janinës. Aty kishin valle e pirote të tjera, po jo me atë tempin, atë vrullin e resmi Osmanit, Osman Takën. Po. I them, merreni Osman Takën, orkestra gati aty në korini, po hani po pini një gjithë. Merreni këta. Doja të shikoja sensibilizimin e tyre. Ata kthyn kokën të gjithë. Çohet shoferi i tyre. Po. Si duket do kishte ndjesi ose gjak. Kush jeni ju, kush jeni ju? Tha. Ne jemi grupi Çamëria. Çami des? Po. Çoni more i thaj. Hajdeni këtu. U futën në valle grupi Janinës me çamë dorë për dorë. Po kërceni. Porositja ishte që porositi një ark me si ishte vape madhe me freskuse dhe na bëri ftesën në darkë, tha, mbas koncerti që kemi juve, tha, ne kishim koncert jashtë radhe, do të bëjmë ashtu, bashkarisht të festojmë. Nuk u afruan më, si duket morën në urdhër nga drejtuesit që jo me çamën. Oqi çamjes. Pra, megjithatë, efekti bëri, kishim këto. Në disa copza kujtime, plus kujtime të tjera që Por gjithsesi janë copza përfaqësimi nga do. Një nga modelistet më të famshme të Turqisë, Femzie Çamer. Po. I kam qenë në shtëpi, e shumë kujtime to, pra, ne kemi diasporën tonë atje. Do shkojmë edhe në Izmir. Kontakte dhe kanë vajtur, kanë bërë, po varet se si i mban. Aty gjetëm njerëz me shumë patriot. Për të cilët do të duhej të ishim kujdesur pak më shumë, po është një lloj si historia e Arvanitësve që atë shqipen e tyre. Po, ç'të të them tani? Pra, ishin disa momente shumë të bukura. Por nuk e di se çfarë do të kujtojmë pas këtyre 10 vjetëve të fundit. Ai është tokë hyjnore. E dhuruar nga Zoti. Ruajeni atë tokë. E keni ju në dorë tani, ruajeni. Shumë e vërtet. Megjithatë ju shkruani një libër, Çamëria një zë që duhet dëgjuar. Dhe unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e kësaj tavoline diskutimi, se unë kam mësuar shumë sot prej jush, pa diskutim besoj edhe të gjithë ata që na kanë ndjekur në këtë takim. Me kënaqësi e bërë. Faleminderit dhe gjithmonë i mirëpritur. Jeni gjithmonë në jetën time, në rrugën time më kanë dalë përpara, edhe më kanë sqaruar shumë gjëra. Por një gjë është e sigurt. Ne do t'jemi krenar. Të falenderoj edhe një herë vërtet shumë, ashtu sikur se falenderoj edhe të gjithë ata që na ndoqën edhe këtë të premte në Çamiko. Ashtu sikur se ndodh për hera në fundjavë të premte në orën 20:00, ju lë takimin e radhës, bashkë do të kthehemi sërish edhe me takime tjera, dera gjithmonë e hapur për ju. Faleminderit, uroj brezit të ri të ndjekin gjurmët tona. Faleminderit, shumë faleminderit. Por edhe kam shumë besim se do dalë nga gjiri jon. Do dalë. Shumë djem. Sa të ketë do punojnë më mirë se Petriti. Faleminderit vërtet.